shtetit të Palestinës dhe pajisja e saj me energji bërthamore, kushtimisht edhe me armë bërthamore. Ka të bëjë kjo edhe me një marrëveshje të mundshme me Izraelin? Sigurisht. Se pa miratimin e Izraelit ndoshta kjo nuk të... Ecim paralel. Një nga arsyet se presidenti Trump e ftoi për herë të dytë Netanyahu në Shtëpinë e Bardhë ishte për të siguruar që kjo gjë do ndodhi në Arabinë Saudite, por do ndodhi me kontrollin dhe me fuqinë dhe me teknologjinë amerikane. Jo kineze apo edhe ruse? Që është shumë e rëndësishme, jo kineze dhe ruse. Ilir, ne jemi pra mbesim në lindjen e mesme, por në një pikë tjetër të nxehtë, pra Iran. Kemi raundin e parë të bisedimeve, po flitet si janë indirekte, pra jo të drejt për drejta. Megjithse presidenti Trump në Shtëpinë e Bardhë para syve të Netanyahut, i cili duke i befasuar, duke dëgjuar presidentin Trump se çka po fliste,